Ambasada Amerikane në Tiranë ka lëshuar një njoftim të rëndësishëm për qytetarët shqiptar që janë në procesin e aplikimit për vizë amerikane. Në një postim të shpërndar në rrjetet sociale, ambasada ka bërë thirrje për kujdes të shtuar dhe për të mos u besuar asnjë individi ose agjencie që premton se do të ndihmojë për të marrë një vizë amerikane në këmbim të parave. Sipas ambasadës, shumë agjenci vizash kanë si qëllim kryesor fitimin e parave dhe jo ndihmën e qytetarëve në përpjekjen për të marrë një vizë. Ata mund të ofrojnë shërbime, por shpesh mund të plotësojnë aplikimet gabim ose me informacion të rrem, duke çuar në pasojë refuzimin e aplikimit. Ambasada nënvizon se përgjegjësia për çdo gabim që mund të ndodhi në aplikim bie mbi aplikantin vet. Nëse ndodhin gabime, vizat mund të refuzohen dhe ato që janë tashmë të vlefshme mund të anullohen. Po ashtu, ambasada amerikane ka theksuar se informacionet e sakta dhe të përdirtësuara mbi mënyrën e aplikimit mund të merren falas dhe janë të disponueshme për çdo qytetar që dëshiron të plotësojë aplikimin vet. Ajo ka bërë thirrje që qytetarët të shmangin agjencitë të dyshimta dhe të përdorin informacionin zyrtar që ofrohet nga ambasada për të shmangur çdo mundësi mashtrimi dhe për të siguruar që aplikimi të jetë sa më i saktë dhe pa probleme. Ambasada gjithashtu ka theksuar rëndësinë e vigjilencës dhe ka inkurajuar qytetarët që të jenë të kujdesshëm kur bëhet fjalë për ndihmën nga individë të palicencuar që mund të shfrytëzojnë dëshpërimin dhe mungesën e informacionit të saktë nga të tjerët.